Gjergjohani, Fatmir Berisha, dërsa udhëhec artistik ishte Rahim Gash. Në ditën ndërkombëtare të librit në Pallatin e Kulturës në Klinë u promovua libri Gjysmë shekulli i Shtëpisë së Kulturës Jehona Edukaxhinit në Klinë i bashkëautorëve Ismet Krasniqi dhe Prand Buzhala. Në këtë libër përfshihet kultura 50 vjeçare e zhvilluar në këtë shtëpi të kulturës, si dhe aktivitete të tjera me vlerë të rëndësishme të kujtesës dhe të historisë së kulturës në komunën e Klinës. Moderatori e këtij manifestimi kulturor e letrar shqipe Desko tha: Libri që po promovojmë i kushtohet Shtëpisë së Kulturës, një vend që për shumë kohë ka qenë zemra shpirti artistik i Klinës. Aty ku janë gjitur në skenë aktorët e parë, janë kënduar këngët më të bukura, janë dëgjuar poezitë më të ndjera, janë shfaqur dramat që na kanë mbledhur bashkë. Aty ku është shkruar një pjesë e rëndësishme e identitetit tonë kulturor. Marcia Tanushi Selmanaj, nënkryetare e komunës së Klinës, në emër të komunës duke folur për vlerat e këtij libri theksoi: Ky libër është një pasuri e çmuar që na sjell një pamje të thellë të zhvillimit dhe të kontributit të Shtëpisë së Kulturës në pasurimin e jetës kulturore dhe artistike të këtij rajoni për më shumë se gjysmë shekulli. Recenzenti i librit Mikel Gojani tha: Monografia e autorëve Ismet Krasniqi e Prand Buzhala për gjysmë shekull e Shtëpisë së Kulturës Jehona Edukaxhinit përfshin historikun e veprimtarive kulturore, koncerteve, shfaqjeve teatrale, gazetës lokale, letërsisë, arteve figurative, festivaleve tjerë për një gjysmë shekull. Aktori e bashkëautori i librit Ismet Krasniqi deklamoi vargjet e tij. Po çka po dojnë më ata që? Po dojnë fare në që. Po jo, Maria, s'mund nga qesin fare dhe një staj kem të dje me vasha si Petrita. Po martoj ma dhe. Nuk di sa këtë mirë kje po. Luftash. Po një mërë shqiptare dhe në luft më dasën. Atri mi vogli qysh. Jetë. Nuk po flazet me vitë. Po meditoj. Eko. A më moje men mirë. Gjithmonë pas shiut e breshret rëzërgjili. Pas luftës vjen liria. Dhe pasha toke qiell, gjithë ata që kanë rrë për lirinë e Kosovës janë më të gjallë se një gjallë, dhe të jetojnë sot ka shqiptar me këtë tokë. Prand Buzhala, bashkëautor i librit, theksoi: Është një ditë e veçantë, e tha dhe shqipja në fillim, që quhet dita e librit, dita ndërkombëtare e librit. Dhe kjo ka bërë dymon për vitin 1995 në shenjë të nderimit të dy figurave madhore letërsisë botërore, të Shakespeare-it dhe të Cervantesit, me librat e cilëve janë rritë gjeneratat me lektyrën e tyre shkollore, që kanë vdekë në këtë ditë në prill të vitit 1665. Dhe është shndruar në një fest botërore të librit, për hir të Vesel Zeka, udhëhec artistik i parë i grupit muzikor në Shtëpinë e Kulturës Jehona Edukaxhinit, tha: Dhe t'i përgëzoj për këtë monografi, t'i përgëzoj për vizionin e tyre që një periudhë 50 vjeçare gjysmë shekullore nga kujtesa e popullit ta bartin dhe ta arkivojnë në libër, me çka e kanë bërë të pavdekshme këtë periudhë të zhvillimit të artit dhe të kulturës në komunën e juaj. Shaqir Foniqi, gazetari i mirënjohur i televizionit,
i njohur si maestro i gazetarisë theksoi. Ka qenë premiera shfaqjes Toka jone Koljakovës, Shtashalianët apo do një shfaqje tjetër dhe unë edhe sot deroj atë material diku në arkivat e televizorit Prishtinës, biseda ime me të madhin Osman Rëgashi, si që njëmë një, e kom pasur profesor të artit, ndjen, por po them se Klina në proporcion me numrin e banorëve të Kosovës mban primatin për shkrimtar, piktor dhe gazetar. Poezi lexuan edhe Gjon Gjergjaj, Idris Berisa e Agim Desku. Në këtë eveniment kulturor e artistik e promovues morën pjesë edhe personalitetet e njohura të kulturës e artit të Klinës dhe nga gjithë Kosova, si edhe personalitetet të tjera të njohura si Mulla Xhevat Kryzev, si dhe Halil Krasniqi, babai dëshmorit Muj Krasniqit.